E kam ERC viz AN. E kam llogarinë time, mundi më paka shumë fitoj, bëj reklama, po më bëj paka shumë këtë lifestyle-in tem, mënyra që jetoj si aktor edhe kaq. Po kena arpi dy njerëzve që duhen, nëse duhen ata kanë bo marrëdhënie dhe po më kanë prunë jetë për me dhon dashni, me dhon pozitivitet. Po, nëse paguhet e kisha bo, edhe po më pjesa erotike me qenë e arsyeshme, po më kur veç regjisori Këto video që i bën ti, a i bën për përfitim apo çka? Po, paka shumë fitoj, bëj reklama, po më bëj paka shumë këtë lifestyle-in tem, mënyra që jetoj si aktor edhe kaq. TikTok më shumë çka promovoj? Unë promovoj kontentin që e bëj për shembull të vendeve ku shkoj, ushqimit edhe po më aktivitetet mia si aktor. Si aktor. Çka më shumë ti promovon? Jeta jem, po më aktivitetet e mia, çdo që content është, po paka shumë e bëj si reklam, po më bëj reklamat bizneseve. Ajo në reale çto jetën tonë që pasqyron aty? Po, gjithçka është reale, do të thotë i kam bizneset që shkoj, fakt promovoj ushqimet, menyt, edhe po më jeta jem, vizitoj vende të ndryshme, kështu. Fiton pore. Nuk do të thotë që fitoj, po indirekt e fitoj. Unë shumë nuk di me përdor shumë këtë monitonizmin me qysh ekziston domethënë kjo çështja e TikTokut, po unë thash bëj reklama. Po hajrin TikTokit. S'po di që me thonë, edhe po më për mu, po tash në varet qysh e përdorin për shembull njerëzit TikTokun, unë nuk bëj, për shembull nuk përdori fjalë ofenduese, ose nuk bëj content të keq, për shembull, por promovoj senet mira, promovoj ndoshta prej TikTokit tem, motivon shumë të rinj që kanë qef me studiu aktrimin ose me ndjek ëndrrën, për shembull me ndjek botën e artit. Edhe që kjo, nuk promovoj, për shembull, unë live nuk hi, sepse ka njerëz. Jo. Live? Po s'kam kohë se kam aktivitetet e mia, për shembull çdo ton ditën e kam me prova, me senet mia, kështu që nuk kam kohë, ka një herë hi live, edhe ata, për shembull, personat që hi, i them që nuk do të më shoh, se dyqysh kjo trendi i TikTokit është bërë tepër i keq, se po më shumë po ofendojnë, po pak i pist. Po folim pak pes edhe çaja po më pengon mu, po më pse arsyem pse kam llogarinë e TikTokut është që me dhënë një mesazh të mirë tek njerëzit, që mos më shoh, mos më ofendu, bota është e mirë, mi dash njerëzit, me dhënë pozitivitet edhe kaq. Përndryshe jeta, po unë mendoj që na në këtë botë kena arpi dy njerëzve që duhen, nëse duhen ata kanë bo marrëdhënie dhe po kanë prunë jetë për me dhënë dashni, me dhënë pozitivitet, e jo me urrejt njerëz dhe me shpendo energji negative. A kemi vazhduar të prapë në TikTok? Me këto reklamat, me këto aktrimet që i bojnë? Po besoj që kanë më pa, edhe po më është të ardhur diçka e re që për pak ekskluzive për histori tjetër, për faqen më të madhe në vend. Po kam ardhur diçka e re që po më përpos që mi shohin videot të 30 sekonda, kam qenë diçka pak më e gjatë, pak ma e mirë, edhe po, veç le të presin se senet reja do të vinë. Kjo e reja pak se nga loa pak kështu e nikë? Po tash, për shkak të kontratave nuk uzojna me i kallëzu senet e reja, po do të ketë senet reja, përpos po më që është që këtë trep i ri, unë luj edhe në teatr, luj filma, studioj, jam master edhe... Edhe në filma lull? Po. Që në film, për shembull, që shumë e janë filma që nuk shfaqen për YouTube, se nuk luajnë seriale të cilat dalin këta, nuk i preferoj. Jo, nuk i s'po di, nuk tërheqin këto seriale që po bëhen, veç një serial ose që është i mirë diçka, po filmat të metrazhit shkurt që nuk shfaqen për rrjetet sociale, po janë vetëm garus për festivale të ndryshme
në për Evropë. Cilat filma kishe marrë pjesë? Po, diçka dram, naj teme mirë që Romancë naj? pa i romancë dhe mu më pëlqen, në fakt, ëndra jam është me lujt me një serial high school në sen, jo në Kosovë, jo në Kosovë, po për shembull Netflix në sen, pse jo, të mëdhon është son ndër po në ëndra jam, ja. Kishe lujt me një film erotik shtot? Në qoftë se paguhet, po, kisha bo. Po, kishe lujt. Po, qoftë se paguhet, e kisha bo, edhe po mënej pjesa erotike me qenë arsyeshme, po mënej kur viqë regjisori po mënej ma jep qatë rol me qenë arsyeshme. Çka do që më arsyetohet si aktor në skenë, unë pa dyshim që... Ka të rolin nudo a kishe lujt? Unë tregova, qofse regjisori më arsyton qatë skenë, unë pa tjetër që do t'a luaj. Nuk e kam kompleks. Në momentin që kom vendos mu bo aktor, edhe momentin që regjisori ma arsyeton qatë skenë, që do të me ndodhë që kjo, pse, që kjo arsyeja është që do të me ndodhë që kjo, unë e bëj. Amo veç si Meshe Eger me qenë një pjesë erotike, mrena një filmit, ose mrena një skene, unë nuk isha pas qef. Për shembull, sa ta kishin pagu? Me sa 100.000 euro për shembull, të ofru? 100.000 euro për shembull. Se di, ndoshta isha mendu. Para se më ofru e kisha mendu një biznes se çka kisha mujt me bën çato pare, edhe në qoftë se veç mu kish ofru, e kisha bo edhe po mënej e kisha menu njerë biznesin që kisha mujt me bo, edhe mandej kisha thonë po vi me lujt edhe kur gjavë, nudo, s'është problem. Ka kërri ma i famshëm për që cili është, ma i mirë. Po nuk e di, nuk i përcjell edhe shumë, nuk bëj stroll shumë, amo po mënej nuk i di me emra kështu veç unë pëlqen. Jo, nuk shoh konkurrencë, është stili jam që bëj, nuk e di që... Unë nuk shoh konkurrent ndaj meje, po mënej, se cili e ka atë veçantinë e vetë, atë, po mënej, kontentin e vetë, s'po di. Në TikTok, që shmoni me në qenë TikTok? Po, e kam ERC, viz, AN, e kam llogarin time, mundi më pa. Sa në fund një mesazh, që ndjekin, që të përcjellin videot? Po që mi u thonë, kënaq në bre, jep një energji të mirë, pozitivitet, duni njerëz, punoni, se unë i du njerëz që punojnë, ndjek një ondat e juve, bënë dikush një jetë, bënë emrin e juve brand, jo me qenë shef dikush, po bënë shef i vetë vetës tone, kaq. Të uroj pa të mira, suksese, respekt, faleminderit.